Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 23 deri më datën 29 mars 2026. Kemi të bëjmë me një javë me rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që vijnë. Është një periudhë ku shumë gjëra do ndryshojnë, shumë gjëra do përfitojnë. Do fitojmë në lidhje me ekonominë, dokumentacione dhe vendime të mëdha që merren. Por le të hedhim një sy pikërisht të kësaj jave, çfarë na ofron dhe ku duhet bëjmë kujdes. Kemi datën 23. Data 23, ku kemi Diellin dhe Neptunin, do të takohen për herë të parë në shenjën e Dashit, ku tani do të ndodhë dhe kanë të bëjnë shumë sepse çdo 13 vitet dhe ndikimet e mëdha që ka deri në 13 vitet ardhshme që Dielli dhe Neptuni do të takohen në shenjën e Dashit. Kemi një kënd veçanërisht krijues, favorizon shumë punën, role drejtuese, spiritualitetin, por dhe idealizmin dhe gjithashtu ndikimin më të madh në dokumentacione. Dhe kjo do të thotë dhe disa udhëtime të afërta që mund të keni dhe jo vetëm. Dita është një ditë praktike, kjo data 23, meqense ndikohen, do të kenë kujdes në lidhje me kreditime, do ta thosha më tepër unë, që ka të bëjnë Dashi, Gaforja, Peshorja, Britsjapi dhe Ujori. Do ishte në të mirën tuaj nëse do të kishit mundësi mbi ato çka është, ato çka juve e pretendoni dhe kërkoni. Do të pasur pa kujdes dhe vëmendje. Nëse e keni këto, atëherë jeni të përgatitur për gjëra të mëdha. Kemi datën 25 mars të 2026, ku ka një ndikim shumë të madh me Diellin dhe Saturnin, që formon një kënd për herë të parë në shenjën e Dashit. Ky është një kënd mjaft i rëndësishëm, ku pasi Saturni tregon gjithmonë përgjegjësi, disiplinë, realizëm, dhe kjo do thotë dhe në rrethana të vështira. Shenjat impulsive që ndikohen më tepër se është Dashi, Gaforja, Peshorja dhe Britsjapi i dhjetëdhjetit të dytë. Kanë ndikime në këto shenja, por mundësitë që jepen periudha kur ndodhin fenomenet është një periudhë që vërtet kërkon vëmendjen e duhur në lidhje me ato çka janë, por jo diçka shqetësuese, sepse me udhëtimet, me takimet që do të bëjnë dhe momentet e duhura në kohën e duhur që zgjidhin çdo problem. Kemi datën 26. Data 26 me Diellin në Dash formohet një gjashtkëndësh me Plutonin në Ujor. Një kënd që tregon mundësi dhe kohë për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe duke treguar për kushtim këmbgulje që ndikohen pozitivisht shenjat Dashi, Luani, Shigjetari, Binjakët, Peshorja, Ujori, të dhjetëdhjetit parë, të dhjetëdhjetit të tretë, ku ka një ndikim shumë të mirë dhe diçka shumë pozitive, sepse zgjidhin problemet e së shkuarës, çështjet ligjore, problemet penale, ndikimet që kanë bënë me dokumentacione ose keni pasur problem në një të kaluar të afërt, duket se e zgjidhni pikërisht tani. Është një periudhë që do të shikoni vetë ku çdo gjë zgjidhet, çdo gjë arrihet fal maturisë dhe zgjuarësisë suaj, fal asaj çka jeni dhe çka doni të keni në vazhdimsi. Kemi edhe datën 29. Data 29 mars, miqtë mi të dashur, duket se Saturni në Dash formon një gjashtkëndësh me Plutonin në Ujor, ku vëmendjen, këndët që bëjnë dhe trekëndësh që formon Saturni me Uranin ka një kuptim tjetër ku gjërat ndikohen shumë, mundësitë që ka të bëjnë, sepse po të shikoni, të gjitha planetet pak a shumë kanë një lidhje, sepse data 26 për shembull është Dielli në Dash, kemi Saturnin në Dash, por ndikimet që kanë bënë me Plutonin në Ujor kanë një kënd shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Na ndihmon dhe na kujton që neve të përqafojmë të ardhmen, ndryshimin e rëndësishëm dhe të paktën gjëra që do të ndryshojmë në jetën tonë janë pozitive. Dhe kjo do të thotë mundësi, do të thotë kohë dhe ndryshime të mëdha që vijnë. Forcimi dhe mundësia e kohës, që është një diçka shumë e madhe dhe mënyra më ideale, siç janë
në ndikimin më të madh që do të funksionojnë ka të bëjnë Dash Luan, shigjetar binjak të dhjetëçit parë dhe të dhjetëçit të tretë, që janë shumë të fokusuar në ato që ata duan, në ato që ata kanë dhe kërkojnë. Po të vini re, në disa raste mund të kenë qenë shumë të vështira në lidhje me çështjet e punës së tyre, në lidhje me atë çka kanë pasur në një kohë në të shkuarën, por gjithsesi kjo periudhë është një periudhë që vërtet lidhet me ekonominë, lidhet me gjërat e financës, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat, i keni mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në vazhdimsi të çështjeve të mëdha, sepse janë mjaft gjëra që do të lidhen me kalimin e kohës, ku është një çështje keni pasur probleme për këtë javë që e përgjithshmja që lidhet me dokumentacione, pra që është koha më e mirë e mundshme për të bërë një dokument ose jeni në pritje për disa dokumenta, juve që jeni në Gjermani. Keni të bëni me fëmijët për të bërë lëvizjet e duhura në anën tuaj më të mirë të mundshme. Është koha që ofron mundësia që ju jep dëshira dhe vendime që merrni, është koha juaj më fantastikja dhe më e mira e mundshme e që ndonjëherë. Prandaj kemi mundësinë dhe kohën, keni momentin dhe vazhdimsinë, dashurinë për gjëra të mëdha që do të lidhen në anën tuaj. Por gjithashtu është dhe koha e duhur mbi disa stabilizime të jetës, sepse përditshmëria dhe komunikimi që keni bëni me anën ekonomike juve, është një diçka shumë pozitive, sepse ndryshimi i punës për këtë javë, mundësi që jepen në anën tjetër, i keni të gjitha mundësit për të bërë zgjedhjen e duhur. Shenjat që ndikohen jashtëmase në përgjithësi për këtë javë janë shumë, edhe pse unë citova tek fillimi e emisionit për sa përket shenjave që ndikohen, siç janë Dashi, Gaforia, Peshorja, Britsjapi, por kanë në krahun tjetër kemi Dashi, Luani, shigjetari, binjakët, por zakonisht kanë edhe një mundësi tjetër në lidhje me takimin dhe bisedimet, sepse përveç këtyre shenja kanë dhe kuptimin dhe kombinimin me njëri tjetrin. Për shembull, Dashi ka përballë binjakët, ka Peshoren, shigjetari ka përballë binjakët. Pra, lidhen disi, kombinojnë ato çka janë dhe ata çka duhen të bëjnë. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudha e rifreskimit të gjërave të mëdha në ekonomi, në dashuri, në stabilizime, në gjëra që do të bëni dhe një blerje që keni, por bërë blerje që kanë bënë shenjat e ujit zakonisht e kanë këta, siç janë shenjës së Gafores të dhjetëçit parë, të Akrepit të dhjetëçit të dytë dhe ndikimi i Peshqive të dhjetëçit të tretë, ku është mundësia, është koha e duhur për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush. Duket se kjo javë është java që përkon me ekuinoksin pranveror, ndikimin e Mërkurit në rrugën e drejtë, por dhe planetet e tjera që ne japin kaq mundësi, ne japin kaq gjëra që neve të rishikojmë, të diktojmë në problematikat që kemi dhe të rregullojmë ato, por dhe në çështjet ligjore. Çështjet ligjore sidomos është një moment shumë i mirë i artë në zhvillime, në ndryshime të mëdha që i keni tani e tutje. Meqense disa mundësi që vinë drejt jush në anën tuaj dhe në çështjet e komunikimit të gjërave të mëdha që do të keni, por gjithashtu disa mundësi shumë të mira që ju jepen është nga mesjava, duke pasur parasysh se në mesjavë i keni dhe kohën, keni dhe mundësinë që juve t'i zgjidhni gjërat ashtu siç juve dëshironi dhe doni të arrini. Por në anën tjetër, keni dhe diçka shumë të rëndësishme për juve që jeni në diasporë, sidomos në Gjermani, Angli, Francë. Këto tre shtete, Gjermani, Anglia, Franca, lidhen shumë me dokumentacione, lidhen shumë me kohën, shenjat e zjarrit që kanë një ndikim shumë të mirë në këtë aspekt, siç janë luanët, siç janë shigjetarët dhe shenjat e Dashit, por në krahun tjetër ka të bëjë shenjat e tokës, nuk e diskutoj, siç janë Demi, siç është Virgjëresha dhe Britsjapët të dhjetëçit parë. Pra, të gjitha këto kanë një ndikim shumë të mirë në lidhjen e tyre, në lidhje me anën më pozitive të që ndonjëherë, sepse çdo gjë ka një kuptim. Kuptimi i kësaj është mundësia dhe çështjet e rëndësishme që zgjidhin problemet nga puna dhe nga karriera që juve doni të bëni.
Tani, para se të filloj me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi dhe keni, sepse gjërat që do të doni të merrni një diçka ose të bëni një blerje, mund ta bëni, sepse keni dhe kohën për shembull kur është, apo do të bëni një njohje ose shkëmbim unazësh kur është koha më e përshtatshme, i keni gjithë atje dhe mund të zgjidhni një nga paketet dhe të më pas të flasim bashkë në WhatsApp, Viber apo kudo që juve dëshironi dhe keni më të lehtë. Tani, për sa përket parashikimeve që bëjmë pyetje-përgjigje çdo të mërkur në orën 20:00. Kemi pikërisht këtë butonin që shikoni aty. Ja të shikoni aty. E klikoni dhe më pas jeni gati pastaj duke i parë se si mund ta TikTokun të bëni subscribe dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës të Dashit. Dashi duket se ka mundësinë dhe jo vetëm se ka mundësinë, por ka dhe kohën e duhur në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me gjëra të mëdha që do të ketë tani e tutje. Është një kohë shumë e përshtatshme në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme. Kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me gjërat që do të ndikojnë dhe jo vetëm do të ndikojnë, por do keni dhe mundësinë për sa përket zgjidhjeve dhe disa konflikte që keni pasur marrin fund tani e tutje, sepse duke pasur parasysh edhe periudhën, edhe kohën që do të ndodhin gjërat në anën tuaj, është një mundësi mjaft e mirë dhe shumë pozitive. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e dashurisë të 10 ditë të parë të shenjës së Dashit, që lidhet me binjak të 10 ditë të parë, me shigjetar të 10 ditë të tretë, ku kanë diçka shumë të madhe dhe mund të rregullojnë, të stabilizojnë gjërat e tyre dhe është dhe koha mjaft fantastike, sepse duke pasur parasysh shumë gjëra në jetën tuaj, do të ndikojnë dhe do të ndihmojnë shumë në këtë drejtim për arsye të udhëtimeve që keni, për shembull shenjës së Dashit që kanë për të bërë një udhëtim shumë të rëndësishëm për ata që presin dokumente në Francë ose bashkim familjar, është një moment mjaft i mirë. Është moment shumë pozitiv, sepse duke pasur parasysh në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet që bëhen, ka diçka shumë të madhe tani e tutje dhe do shikoni dhe vetë ku gjërat janë shumë pozitive, edhe pse të tretët mund të mos dëshironin që gjërat të ecin siç juve do donit, por në momenti do që juve të jeni në lidhje me ekonominë, me stabilizimin e punës dhe të karrierës suaj, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal mundësive që juve keni, fal çështjeve ekonomike financiare me financat, jo se keni pasur probleme juve të shenjës së Dashit, por shpenzimet e tepërta gabimisht, rastësisht vjen një kohë, një periudhë përcaktimi që t'i zgjidhni gjërat ku doni dhe vërtet kjo mundësi që ju jepet tani është në anën tuaj dhe do shikoni dhe vetë, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në çështjet ekonomike në lidhje me disa vendime që do të merrni. Sado të vështira që janë, por është koha, është momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anët që juve keni. Megjithatë, edhe pse keni pasur disa çështje të lëna pezull dhe kjo do të thotë një çështje ligjore, ose do ketë pushim çështje, ose do nisni diçka të re dhe kjo është në anën tuaj, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, për arsye të punës, për arsye të ekonomisë, sepse çdo gjë arrihet, çdo gjë
është e mundur të ndodhi në jetën në përditshmëri ose në gjëra që do të keni sepse prisni diçka shumë të madhe në punën tuaj, por në dashuri, edhe pse keni një ndikim shumë të mirë me peshorët e 10 diqit parë, keni një ndikim shumë të madh ose jeni ndarë. Keni qenë mirë e bukur, jeni shkëputur për një arsye për tjetrën, e tani jeni në kohën tuaj në momentin më të mirëmueshëm, atëherë ka një ndikim shumë madh tani. E ky është ndikimi më favorit që është me bricap të 10 diqit parë, kurse me gaforet të 10 diqit të tretë është një periudhë që do ta shikoni vetë gjërat sepse ka të bëjnë shumë me anën e biznesit dhe të karrierës, kanë të bëjnë shumë me marrjen e vendimeve të rëndësishme, edhe pse shkëmbim unazash ose keni një kohë prej 3 muajsh që jeni bashkë, bisedoni, shikoni, keni zgjeruar rrethin tuaj shoqëror, por edhe pak me prindit, familjet, me njerëzit e juaj, do t'ju ndihmojnë jashtëmarrëse sepse është një kohë fantastike. Pikërisht kjo javë është shumë e mirë për të rregulluar çiftet dhe për të vazhduar për shkuar në altar dhe jo vetëm në kontrata të rëndësishme dhe punë të rëndësishme i keni mundësitë. Tani do shkojmë në një shenjë tjetër, do shkojmë në një shenjë toke, të një shenjë vendimtare në atë çka bën, që do të thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, demët duket se tani në këtë periudhë, demi i 10 diqit parë përgatitet për sa i përket udhëtimeve. Disa udhëtime shumë të rëndësishme. Udhëtime që vërtet kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese në anën tuaj edhe vjen një moment mjaft i mirë tani e tutje, ku gjërat do të shikoni dhe vetë sepse do të keni forcimin në lidhje me shoqërinë, në lidhje me punën, në lidhje me atë çka ngadonjëherë mund të mos jetë ajo çka e prisni ju, por është koha më e mbar, sepse mbarësia bën çuditëra në anën tuaj dhe duket se e keni dhe mundësinë dhe kohën tuaj për sa i përket gjërave nga më të rëndësishmet, mundësi që do t'ju jepen tani e tutje. Periudha ku gjërat janë mjaft pozitive dhe meqense kjo periudhë duket se çdo gjë është e mbar, çdo gjë arrihet sepse juve i keni mundësitë, i keni gjërat aty ku doni, por meqense tani për tani juve nuk ka vend për të shqetësuar tu, por për të gëzuar se me sa duket kjo periudhë është një periudhë mjaft e rëndësishme sepse lidhet me ekonominë, lidhet dhe me ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush në lidhje me biznesin, lidhje me çështje biznesi, nuk e di a prisni një biznes juve ose gjërat e tjera që do të keni tani e tutje për punën, për karrierën dhe jo vetëm, sepse tani në këtë periudhë juve keni pasur disa ndryshime. Por këto ndryshime mund të mos jenë aty ku duhet ose prisni diçka tjetër dhe nuk ju realizohen, por këtë e ka 10 ditë i parë. Unë do thosha për shenjën e demit të 10 ditë i parë, nëse kanë mundësinë gjithmonë në mundësitë e tyre, e kanë dhe kohën e duhur, mund të bëjnë ndryshimin e madh. Ndryshimi i madh thot ekonomi, ndryshimi i madh thot një punë e re, është e mundur të ndodhi dhe ka për ndodhur, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye të ekonomisë, për arsye të stabilizimit, për arsye të gjërave të mëdha që tani e tutje sado që jeni vështirësuar, por jeni gëzuar sepse ja keni arritur qëllimin tuaj në këtë drejtim. Kurse në 10 ditë i dytë, 10 ditë i tretë do merret shumë me dokumentacione, aplikime. Miqtë e mi të dashur, është vetëm një javë e ndikimit të madh sepse lidhet me ekonominë, lidhet me punën, lidhet me vazhdimsinë, lidhet edhe me disa ndryshime të tjera që pak a shumë kanë atë ndikimin e vet, kanë mënyrën dhe mundësinë se si vijnë gjërat dhe kjo është periudha më mirë e mundshme dhe e arta në atë që bëhet, sepse këto 3 ditë që kanë ndikim shumë të madh është e mërkurë e njëjtë e premte, ku janë mjaft gjëra që do të ndikojnë, janë mjaft gjëra që do të rrezatojnë mes të gjithave çështjeve të kohës, mes gjërave që kanë të bëjnë në lidhje me anën e profesionit të 30 diqit, ku do ta shikoni dhe vetë, edhe do më kujtoni sepse ka diçka shumë të madhe në vazhdimsi dhe kjo është ajo çka juve
ju bën që të ndjeni superior me veten tuaj, të ndjeni të lumtur në anën tuaj. Dhe kjo bën që tani e tutje do shikoni, do të keni ndryshime shumë të mëdha në anën e pozicionimit të planeteve, në punë, në karrierë dhe një ndryshim shumë i madh që i papritur, një dokument që do të ju komunikohet, për arsye të gjërave të mëdha që do të keni, sepse do të thotë punë, do të thotë një dokument që e prisni për ta marrë. Dhe jo vetëm kaq, por ka vendime, ka një vendime të shumë të rëndësishme për këto gjëra dhe në lidhje me çështjet e tjera do i keni mundësitë për t'i zgjidhur dhe jo për problematika. Megjithatë, një kohë tjetër që kanë juve të kësaj shenja, duket se në fushën e dashurisë, do të thosha unë më tepër, se sa gjërat e tjera që keni, do të keni pak kujdes se shumë fjalë do të dëgjoni, por janë fjalë najër, them unë. Ndryshe flitet, ndryshe thonë, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar. Mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia që juve keni është shumë e rëndësishme në çdo drejtim, në çdo aspekt të jetës tuaj, sepse kjo periudhë është periudha që vërtet studioni shumë, po për punën që bëni dhe në lidhje me dashurinë e munguar, do keni kujdes me akrep, do keni kujdes me luan, por dhe me ujor. Pse? Sepse largësia është krejt ndryshe pyetja ose lajmet që merrni. Nuk është një e vërtet e hidhur. Prandaj do keni kujdes. Njohjet afatgjat që kanë të bëjnë janë me peshore ose me shkëmbim unazash, janë me luan, nëse kanë bën një fejes ose gjë. Kjo javë është shumë e mirë, javë perfekte për fejesa dhe për njohje të reja që të shkojnë deri në martesë. Do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë rrezatuese, por shumë përfituese në ekonomi. Që do thotë binjakët. Për sa i përket shenjës së binjakëve. Tani për tani, binjakët nuk hakmerren, por të tjerët hakmerren me binjakët. Binjakët janë drejtësia dhe rregulli që ata përmbajnë në gjërat e tyre. Por unë them që kjo periudhë është një periudhë shumë ndikuese dhe tepër pozitive në ato që do të bëjnë ndryshimin e madh. Një nga mundësi që keni tani, keni disa mundësi shumë të mira në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me biznesin, me karrierën. Me karrierën sidomos nuk e diskutojmë sepse nuk është faj juaj se çfarë të tjerët thonë ose në lidhje me ndryshimet të mëdha, në lidhje me vendimet që mund të merrni. Por kjo periudhë duket se është momenti i duhur në lidhje me biznesin, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që juve do të keni tani tutje dhe kjo bën që të jeni shumë të lumtur në gjëra të mëdha, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet të rëndësishme që do të keni. Në anën tjetër, komunikimi që ka të bëjnë tek binjakët kanë lidhje me punën, sepse puna është ajo që i bën të ndihen shumë mirë dhe të kenë një mundësi mjaft pozitive në biseda të rëndësishme, po është pikërisht tani në këtë periudhë dhe duket se e kanë mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre. Prandaj kjo periudhë është e tyre dhe është mundësia, duke pasur parasysh ndikimin e Mërkurit që ka qenë në retrograd dhe është kthyer në rrugtimin e drejtë në datën 20, ku kemi pasur dhe ekuinoksin pranveror, por gjithashtu është ndikimi dhe favorizimi më i madh që bëhet kësaj shenje për sa përket punës. Do ketë ndryshim punë. Ky është ndryshim fatmirësisht e prisnit dhe keni pasur mjaft bisedime, mjaft probleme në këtë drejtim, por tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse me sa shikoj është edhe momenti i duhur mbi gjëra të mëdha që do të keni në çdo fushë, në çdo drejtim, në çdo aspekt të jetës, sepse kjo periudhë ka gjëra të mëdha, ka gjëra që ndikojnë dhe ofrojnë shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj,
në ekonominë tuaj, në lidhje me disa persona që keni pasur probleme në të kaluarën, por tani vjen momenti që dashuria dhe mshuria ndonjëherë jep disa mundësi, jep disa gjëra që jo se ka pasur një diçka për të shqetësuar, por ky moment është momenti më i mirë i mundshëm i karrierës suaj, sepse lidhet me karrierën, por kjo është gjithashtu një periudhë mjaft e mirë stabilizimi dhe korektësie në ekonomi. Korektësia në ekonomi jepet edhe koha e duhur mbi çështjet stabilizuese, konkretizuese në anën tuaj. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë duket e vështirë në plan të parë, por është shumë e mirë në çështje të tjera që do të keni tani tutje mbi realizimin e punës, të biznesit, të marrjeve vendime të rëndësishme, në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por stabilizimi ekonomik bën shumë, ka shumë për të thënë në anën e tyre dhe në lidhje me disa ndryshime të një pas njëshme që do të keni. Dhe megjithse tani kjo periudhë është periudha që vërtet ka atë të vetën, ka ndryshimin e madh në ekonomi dhe në stabilizime, binjakët do marrin një lajm shumë të mirë në çështjet e tyre, sepse përgatiteni për të marrë vendime të rëndësishme, përgatiteni për gjëra shumë të mëdha, dhe kjo do të thotë që është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të qenë ndonjëherë në ekonomi dhe në stabilizime. Megjithatë, juve jeni shumë të preferuarit e biznesit, sepse jeni shumë komunikues, dhe kjo do t'ju bëjë që të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj dhe me gjërat e tjera që do të keni. Në fushën e dashurisë, binjak të dashur të 30 vjeçët, të keni një lidhje shumë stabilizuese, që do jetë me peshk dhe me luan. Me luan sidomos ose jeni në pritje të dokumentacioneve për bashkim familjar, është koha juaj. Bini pas se do më kujtoni. Është java më mirë e muajit të thosha, por edhe fillimi të muajit që vjen, ku kemi dhe ndryshime shumë të mëdha në këtë aspekt, në këtë drejtim, sepse kjo është koha juaj, është momenti fantastik, pa na bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rezulton të ketë mundësi në ekonomi, gjithashtu dhe në ndryshim pune. Këta janë gaforret. Fushën e tyre dhe ka një kuptim shumë të madh në lidhje me vendime që marrin. Në këtë aspekt, kjo periudhë është periudha më fantastike të 30 vjeçëve që kanë të bëjnë me ekonomi, me kontrata të rëndësishme, po e kanë mundësinë dhe është koha tani. Në lidhje me anën e dashurisë, kanë të bëjnë shumë me dash dhe me bricjap. Me bricjap edhe pse grindën, janë grindje dashuria, them unë, dhe kanë mundësinë e komunikimit, e gjërave të rëndësishme, sepse janë shumë të rëndësishme për ata që bëjnë gaforret. Dhe gaforret kanë mundësinë për stabilizim. Mos harroni se në lidhjet afatgjat, që ata kanë me bricjapin, por kanë dhe me demin të 10 vjeçit të dytë, ku do të shikoni një pasardhës, nëse e prisni, një kontratë të rëndësishme ekonomike bëhet, sepse keni shumë të domosdoshme, shumë të nevojshme dhe mund ta fitoni dhe është koha juaj më e artë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë rrezatuese dhe me këmbë tokë, që do thotë luani. Për luanët duket se tani në këtë periudhë do thuash që është periudha e tyre, po është. Por në anën tjetër, mërziten për ca gjëra të vogla. Unë i them luanëve,
po luani të 10 ditë të parë sidomos, mos më mërzitet fare. Luani ka 2 armë të fuqishme. Kanë vullnetin, që nuk e kanë gjithë shenja, dhe intuitën në momentin e duhur. Meqense do kenë disa çështje pune, ose do jenë në dilema nëse duan ta marrin një punë apo të bëjnë ndryshim në të, unë do thosha punë po. Momenti dhe mundësit janë shumë të mëdha dhe e përfitojnë në këtë aspekt, sepse duket se ka gjëra shumë të përbashkëta në ekonomi, në stabilizime, në kohën e duhur, në momentin e duhur mund zgjidhni gjëra që shumë të vështira kanë qenë më përpara, miqtemi të shenjës së luanëve, dhe diçitet ka qenë shumë indikuar në këtë aspekt. Por nuk do të thosha se tani e tutje gjërat bëhen me vështirësi, gjërat bëhen me karrierë ajo që duan, por vjen momenti më fëtimprur, do ta thosha unë, më perfekt për punën, karrierën dhe ndryshime që ka të bëjë, sepse shoqëria dhe mundësia që i keni të dyja këto, duket se do të keni kohën e duhur për të rregulluar, për stabilizuar çështjet e punës suaj që janë lënë pas dore, por kjo periudhë është periudha më mirë e mundshme juaja për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me disa takime dhe disa bisedime shumë të mëdha që do të keni tani tutje në aspektin financiar dhe në aspektin e dashurisë. Në aspektin e dashurisë, duke se tani lidhjet afatgjatë, do thosha unë, të luanëve që kanë me dëm të 10 ditë të parë, me peshorët e 10 ditë të tretë. Me peshorët të 10 ditë të tretë nuk do të thosha se kanë probleme ose kanë pasur probleme në të kaluarën, por kjo periudhë ju bën që të jeni më të qartë në atë çka doni, më të saktë në atë që kërkoni, dhe ky është momenti juaj, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë me ndryshime të mëdha në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt anës ekonomike financiare, sepse jeni në pritje për të ndryshuar, jeni në pritje për të bërë disa ndryshime shumë të mëdha në lidhje me gjërat e juaja, por këto janë ndryshime kolosale, sepse duket se e keni dhe mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore dhe disa vendime që do të merrni janë vendime pozitive, janë vendime shumë të rëndësishme në anën tuaj, sepse lidhje me peshkun, për shembull, luan peshk ose luan ujor, luan ujor është koha, nëse do ta merrnim të mirëqen se çfarë ndodh nganjëherë disa gjëra që janë shumë të ndikuara dhe pozicionimi i planeteve jep disa mundësi të arta, që do të thot komunikim, do të thot vazhdimsi dhe korrektësi në atë që bëni. Megjithatë, edhe pse do keni pak vëmendje, ju e keni në diasporë, shenjën së luanit, për disa takime që do të bëhen nëse keni për të bërë dokumenta. Presupozojmë dokumentacione, mirë do ishte idealja, në këtë periudhë që jemi tani, keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për sa përket nismave që do të keni në kohën e duhur, në momentin e duhur, për aplikime ose bashkim familjar, sepse do keni diçka me dashin, ose ka dashje problem, por nuk unë them që mos shqetësoheni, sepse ka zgjidhje, dy shenja zjarri, bashkim familjar, ose dhe mos luan dash, ku duhet pak kohë. Nëse keni mundësinë, këtë javë bëni dokumentat se ka për t'ja vlejtur dhe është mundësia më e mirë e mundshme në anën tuaj. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme dhe tepër korrekte, që do thot shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se kjo periudhë është e juaja dhe ka ndryshime shumë të mëdha në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me financat, por gjithashtu keni gjithashtu dhe kohën e duhur mbi ndryshime të mëdha që vijnë
drejt jush në ekonomi dhe në stabilizime. Në stabilizim do të thotë që kjo periudhë, një shenjë toke që ka të bëjnë shumë dhe jep mundësi në takime sidomos, takime dhe bisedime të rëndësisë së veçantë, është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje, dhe disa vendime të rëndësishme që do të merrni janë vendime tani në këtë periudhë, por edhe pse juve keni pasur probleme, keni pasur disa gjëra që nuk janë rregulluar për një arsye apo për tjetër, por vjen një moment tani, me sa duket është dhe koha juaj, momenti për zgjidhur disa probleme që keni pasur në punën tuaj, një zgjidhje kontrate do ta thosh unë, ose ka mbaruar kontrata dhe akoma nuk po e rinovoni. 10-3 ka këtë. Por unë i them 10-3 që mos më mërzitet për gjëra të tilla. Këto janë gjëra të vogla, nuk kanë diçka as për të shqetësuar, as për thënë që pse dhe se qysh, është koha juaj, është momenti juaj për gjëra që do të keni dhe do shikoni dhe vetë ku çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë e keni dhe mundësinë në lidhje me pozicionimin e planeteve dhe të kohës suaj për sa përket zgjidhjes së problematikave që do të keni tani tutje, por janë të zgjidhshme kur keni pasur një takim. Takim nuk është bërë për arsye të ekonomisë, për arsye të gjërave të tjera, por gjithsesi keni një moment tani, ky është momenti i duhur do ta thoshja unë në ekonomi, momenti i duhur do ta thoshja unë në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, sepse pikërisht kjo periudhë është periudha e ndikimeve të mëdha, por meqense tani në këtë periudhë që jemi, është koha juaj dhe vendimet që do t'i merrni janë mjaft frytëdhënëse. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, ndryshimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë në fushën e dashurisë, keni pasur një problem në fakt juve, por këto janë probleme kalimtare do ta thosha, por mos mu shqetësoni, sepse shqetësimet nuk sjellin dobi, përveç se ju mërzisin juve. Dhe unë do thosha që tani në këtë periudhë që neve flasim, është java e artë mund të quhet, për sa i përket lidhjeve, për sa i përket dashurisë së munguar, dhe është pikërisht kjo periudhë tani, ku është periudha juaj, është ajo çka juve thoni, çka juve keni, çka juve dëshironi të bisedoni me njerëz të rëndësishëm, dhe kjo është shumë e rëndësishme për juve mbi atë çka jepet. Gjithçka ndodh në kohën e duhur, në momentin e duhur. Gjërat që kanë tani në këtë periudhë që i keni juve, është një mundësi e artë mbi takime, bisedime, vendime, ndryshime që sidomos zgjidhjet që kanë të bëjnë, është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në anën që lidhet me anën shpirtërore, këtu juve mund të duket pak e çuditshme, sepse keni pasur një lidhje me peshkun, me peshqit nga njëra anë janë shumë intuitive dhe presin për të rregulluar disa gjëra dhe akoma është herët. Juve nxitoni për të stabilizuar gjendjen, por lidhet shumë me bashkim familjar, do ta thosha unë, kjo është ajo baza dhe kërkimi i së vërtetës, e keni dhe si mundësi dhe si kohë juve, tani në këtë periudhë, dhe keni dhe disa gjëra të tjera, do të shikoni dhe veçën, jo se them unë, por janë momentet e duhura në anën e duhur të gjërave të mëdha. Sidomos lidhjet ose komunikimi me persona të tretë, çështje ligjore, për shembull, keni çështje ligjore që nuk janë zgjidhur akoma për arsyen tuaj, që ka të bëjnë me një problem pasurepalujshme, dhe e di që i tretë, por e ka të gjithshme. Këtu është e gjithë historia. Është kënaqësia, është ajo që juve e prisni për të zgjidhur këto probleme që unë po them. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme për nga ana e rritjes në detyrë dhe e kreditimeve për blerje, që këta janë të shenjës peshores. Peshorët sot për sot janë mbretërit e zodiakut. Po, për sa përket blerjeve, sepse ja kanë bërë zmetin, edhe pse lodhen shumë, edhe pse kanë disa probleme që nuk po zgjidhin dot disa çështje,
disa çështje të mëdha, do thosha unë financiare, disa çështje që tani për tani koha ka treguar për peshorët, sepse peshorët janë një hap para se çfarë ndodh, nuk e diskutoj unë këtë, por kanë dhe një mundësi të artë në zhvillimet e tyre, në ndryshimet që ata nisin, dhe kjo është periudha që do të rrezatojnë ashtu siç ata e kanë dhe mënyrën dhe mundësinë që ata drejtojnë dhe rregullojnë. Një nga mundësitë që ata kanë tani për tani është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin e punës me një kredi, do bëj një blerje për shkakun, sepse ka bërë një blerje, e kanë mundësinë ditën e martë, ditën e njëjtë, ditën e premte, gjithë java pothuajse, po e marta dhe e njëjta e premtja janë ditë shumë të mira për sa i përket gjërave që ata do të kenë dhe momentet që vijnë. Prandaj një nga mundësitë që keni, mos e lini pas dore, sepse duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet jep shumë mundësira dhe kohë në atë çka doni të bëni dhe të veproni. Dhe me veprimet dhe ndikimet e juaja, sepse kjo duke dhe ka një në duke është mundësia dhe periudha shumë e mirë dhe tepër e mbarë në ato që çka keni ju, meqense keni dhe disa gjëra tjera për anën e biznesit dhe të karrierës, se ndjeni pak si të mërzitur për gjërat e juaja, por nuk ka diçka shqetësuese këtu për arsyet e punës ose të çështjeve e karrierës. Megjithatë, në lidhje me vendimin e madh që do të merrni tani atutje, vendimet historike, lidhet me financë, lidhet me karrierë, lidhet me to blerje do bëj një punë të madhe në ato që keni juve, por gjithsesi keni mundësinë, keni momentin dhe kohën e duhur mbi zhvillimet e reja që vijnë. Megjithatë, kjo është një periudhë mjaft e mirë, sepse duke pasur parasysh edhe anën ekonomike financiare, por dhe disa lidhet me bizneset, por meqense bizneset kanë gjëra shumë të mëdha në anën tuaj, por mundësit i keni dhe koha është e duhur. Po të vini re nga koha që nisni punë dhe doni që ta përfundoni dhe nuk është përfunduar akoma, dhe thoni diçka ku ka ngesur, sepse ka marrë kredin, ka bërë biznesin, ecën shumë mirë biznesi, por nuk ngelen para. Këtu është sekreti më i madh. Atëherë, kur e keni gjithë to që thash, si peshore që jeni, juve e dini shumë mirë se si gjërat vinë ose ku do të shkoni. Por në anën tjetër, mundohuni që gjërat që doni të nisni, ose të bëni blerjet, bëni në ditët të caktuara, për shembull, e bën njetë, themi ne, ose e planifikoj sot që do them po, nesër do vete të bëj një blerje, 1, 2, 3, 4, i shënoj këto. Kur shkoj atje, marr këto 4 gjëra që dua, por nëse nuk i shënoj, nuk e mbaj mend, edhe vetë edhe marr disa gjëra tjera, me garanci që nuk ecën ato ku duhet dhe paraja nuk ka duk. Atëherë, kjo është si formula më e mirë e mundshme në bazë të ndikimeve planetare, në bazë të asaj gjëra që keni. S'është e nevojshme se kush ka thënë, çfarë ka thënë, çfarë mund bëj. Fare, nuk ka lidhje fare kjo. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani. Kjo është mundësia më e mirë e mundshme, kjo është mundësia më e mirë e arta në gjërat që do të bëni dhe në kohën e duhur për të stabilizuar gjërat e juaja. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, keni pasur disa thashatheme, do ta thosha këtë, me dash, por në asnjë mënyrë dhe nuk ndodh. Sepse dashi nga njëra anë është kokfort edhe nuk pranon fjalë të huazuara, ose nuk pranon çdo gjë që flitet të jetë e vërtetë. Se njerëzit flasin, por vërtetësinë që ka. Pra, peshore dash, peshore ujor është koha më e mirë e mundshme për ta stabilizuar dhe për të shkuar në altar. Prandaj mos e lini pas dore se është koha juaj dhe momenti më i artë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku gjërat janë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive. Kjo do të thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se këtë periudhë, meqense është një periudhë mjaft e mirë, në lidhje me disa vendime që do marrin, janë vendime pozitive në çështjet ekonomike.
Në çështjet ekonomike tani për tani, në fakt ka një ekonomi të zhvilluar, edhe pse ju duket e vështirë ajo çka pritet ose ajo çka ata kanë në anën e tyre, por unë do t'i thosha që tani për tani mundohuni që t'jeni sa më të qartë në ato çka doni të bëni tani e tutje, sepse kjo periudhë ka ndryshimet e veta, ka dhe mundësia është që në lidhje me takime pune, në lidhje me një vendim që do të merrni, është një vendim historik për ekonominë, historik për gjërat të mëdha që do të keni, dhe pozicionimi i planeteve do që juve të jeni mjaft ndikues, mjaft rrezatues në ato që do bëni, por megjithatë keni disa mundësi që do thotë vazhdimsi dhe korrektësi në lidhje me ekonominë. Megjithatë tani për tani mos harroni se ndikimi i akrepët kanë një mundësi të ardhë në lidhje me takime ose me ndryshim pune. Ndryshim pune do të thotë në rol drejtues ose ngritje në detyrë dhe të ndryshoni zyrë, jo profil pune që keni, njëri mund të ketë çdo lloj pune. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me vendime dhe ndryshime të mëdha që lidhen. Koha është doktori më i mirë që vërteton të vërtetën tuaj. Dhe e vërteta është mjaft ndikuese dhe keni dhe momentin e dur mundësinë për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do vinë. Ana tjetër, perfekt, asnjë nuk është perfekt, por mundohet që të jetë i drejtë për së drejti. Kjo periudhë që neve kemi, akrepët e dinë dhe e realizojnë shumë gjëra në anën e tyre, se është pozicionimi i planeteve. Është ajo çka unë kam, dua, stabilizoj. Dhe në perceptimin e ndryshimeve dhe gjërave të tjera që juve keni për shembull, po ta analizosh ashtu siç duhet, është dhe një periudhë mjaft e mirë stabilizuese në anën tuaj të ekonomisë dhe të marrjeve vendime të rëndësishme. Por gjithashtu është edhe koha juaj e ndryshimeve të mëdha, për sa i përket mundësisë dhe kohës duhur në lidhje me anën e ekonomike financiare. Ju që akrepit do bëhet fjalë ose do bëhet objekt bisede për një pasuri të paluajtshme, ku bën pjesë disa persona që kanë të bëjnë, po kjo është kënaqësia më vete, sepse e zgjidhni problemin tuaj, duke zgjedhur problemin, dhe është momenti që juve e keni dhe periudha kur juve do të ndryshoni në fushën e punës suaj, dhe jo vetëm kaq, por e keni me të drejtën tuaj, sepse duke pasur parasysh anën ekonomike, duke pasur parasysh ndryshimet që kanë të bëjnë tani për tani, ka të bëjnë me një problem, gjithashtu me një ribashkim, lidhjeje që keni pasur me gaforet e 10 ditësh të parë, por unë do të thosha më mirë lini gjërat të rrjedhin natyrshëm, jo të nxitoheni, sepse nxitimet s'kan se ndonjëherë dobi përveç se probleme. Në anën tjetër është koha juaj për sa i përket performancës dhe asaj që juve keni në ndryshimet e mëdha që vinë, është koha më e mirë dhe më pozitivja. Por nëse flasim dhe shikojmë që ana ekonomike, dashuria, rregullat që vini juve janë të qarta. Do të keni kujdes nëse keni të bëni një blerje këtë javë, të hënën studiojeni, të martën mendojeni mirë dhe të mërkurën sajojeni dhe mund të jepni kapar. Në fund të javë mund ta blini. Sepse gjatë gjithë këtij harku kohor mund të keni dhe ndryshime të papritura, kështu që kjo është një periudhë mjaft e mirë për të zgjidhur problemin që keni. Bashkinë familjare keni me dem, keni pasur një problem, nuk e thosha ndarje, por gjithsesi po ta marrim në anën tjetër, ka të bëjnë me ujor të 10 ditësh të parë, ku e keni mundësinë për zgjidhur çështjet e pasdijetshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që kërkon të drejtën e vet dhe e fiton. Ekonomia në zenith.
Zeni do thot në maj. Mundësit janë të mëdha. Shfrytëzojeni. Kjo do thot shigjetari. Përsa përket shigjetarëve, me qenë se shigjetarët duket se kjo periudhë është një periudhë ku dëshira është shumë e madhe, vazhdimësia dhe korrektësia bën ato që rrallët të tjerët e bëjnë. Është një kohë që vërtet juve e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj, sepse tani për tani kjo periudhë është pak a shumë ndikuese dhe mund të keni disa gjëra që kërkojnë më tepër kohë akoma, por gjithsesi jo diçka për të shqetësuar. Tani, periudha, koha që keni tani e tutje, duket se do të dilni fitimtar në çështjet që keni dhe në periudhën ku ndodhin fenomenet. Unë do thosha për shigjetarët e 10 vjeçit parë kanë disa mundësi për bërë zgjedhjen e duhur në ato që ata presin dhe pretendojnë në ekonomi, dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani që të shikojnë çfarë do të bëjnë në vazhdimsi në kohën e duhur për ndryshimet në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, sepse është karriera që bën mjaft, jep shumë në ekonomi dhe në stabilizime. Meqense një nga mundësitë që do të keni tani, mundësitë që janë pafund, si ekonomia, si dashuria, lidhjet e reja, momentet e duhura që do të keni, po është një mundësi dhe kjo duket se e keni tani në këtë periudhë, por mos mu shqetësoni për sa i përket zgjidhjeve të ekonomisë dhe disa gjëra të tjera që do të shikoni gjatë rrugtimit tuaj, sepse është një mundësi, është një moment i artë në zgjidhje të konflikteve ose të problematikave që mund të keni pasur. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë. Me dashurinë keni një problem për shembull me binjak, do kërkohet vëmendje. E keni përballë, por nëse më shumë jeni në atë shoqërore, se sa që të nxitoni gjëra, sepse vetvetiu natyrshëm kjo rregullohet. Kemi të bëjmë me luan të 10 vjeçit parë që është perfektja dhe me peshk të 10 vjeçit të tretë që është idealja. Dhe kjo do thot ndryshime, kjo do thot mundësi, kjo do thot korrektësi dhe është momenti i duhur mbi atë çka jeni, mbi atë çka keni në anën tuaj. Por tani për tani mos u shqetësoni dhe prisni gjërat të rrjedhin vetvetiu në lidhje me dashurinë, sepse kjo periudhë është periudha ku kërkon vëmendje në gjëra që doni të bëni dhe disa gjëra të tjera që kanë ngelur pezull tani këtë periudhë, po jo për arsyen tuaj, sepse juve keni dhe thoni që pse nuk më realizohen gjëra siç dua unë apo diçka tjetër. Unë do të thosha këtë tjetër që është një moment, është shumë pozitive dhe tepër ideale në ato të ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje, po do të shikoni edhe vetë juve dhe keni edhe mundësinë, sepse periudat kur ndodhin fenomenet edhe gjëra që do të keni pasur në anën tuaj, edhe pse kanë qenë shumë problematike, po janë të zgjidhshme në anën tuaj. Megjithatë, keni të bëni me bashkim familjar, nëse jeni në Francë për shembull, shigjetarët, ose janë në Amerikë, kanë një ndikim shumë të mirë për zgjidhur problematikën e tyre dhe momentin e pozitiv që ata kanë tani e tutje, ku do të shikoni edhe vetë ku gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër atraktive në atë që do të bëjnë, duke pasur parasysh ka ndikime mjaft të mira në lidhje me vendimet që do të merrni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që kjo periudhë ju jep të drejtën në ligjet dhe në ekonomi. Këta janë të shenjës së britsjapëve. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese dhe në lidhje me drejtimin e punës në profesionin tuaj.
Është një moment mjaft i mirë, nuk ju bëj dot qefin, po ju them një të drejtë që është tepër pozitive, sepse koha dhe momenti do që juve t'jeni në lidhje me anën ekonomike, do në t'jeni të pamvarur, por kjo është një vërtet, sepse ja bën një zmetin gjërave, dhe të tretët e kanë çështjen problematike që nuk ju se lën pas dore, sepse lënia pas dore nga njerë ndryshon për ndryshe e bën ju, por bricapët të ditë të parë kanë disa mundësi, dhe unë mund ta them me bindje plot këtë, mundësi të arta që lidhen me ekonominë, lidhen me vazhdimsinë tani për tani, dhe ka një gjë shumë të madhe, sepse do të thot punë, do të thot stabilizim, do të thot vazhdimsi, dhe kjo është një nga mundësitë më të mëdha që do të keni tani tutje në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me gjërat e tjera që do lidhen, por mos mu shqetësoni, sepse shqetësimi që juve keni nuk është në anën tuaj, mos u shqetësoni pse nuk ndodhin ose disa gjëra që nuk janë rregulluar, ose stabilizimi, mënyra se si ju i bëni gjërat. Unë do thosha që tani për tani është koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ekonominë, në lidhje me vazhdimsinë, në lidhje me gjërat të mëdha që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën tjetër të pozicionimit të planeteve, britsjapët studiojnë shumë për të arritur në finish, din shumë mirë ku do të shkojnë dhe çfarë do të bëjnë, dhe është edhe periudha tani mjaft pozitive për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme më përpara. Por gjithashtu në dashuri ka të bëjnë shumë me luanët e ditëlindjet parë, ka të bëjnë shumë me peshorët e ditëlindjet e tretë, por një kujdes të veçantë do të bëjnë me dashët e ditëlindjet e dytë, nëse kanë mundësinë e zgjidhjes së problematikave ose të konflikteve të vjetra, vjen një moment tani që çdo gjë zgjidhet dhe çdo gjë arrihet fal mundësive, fal kohës dhe momenteve të duhura në anën e dashurisë dhe të martesës, sepse ka dashuri, martesë, jo fejes. Kjo është diçka shumë e mirë, sepse ose jeni në pritje për një marrje vendimi të rëndësishëm, dhe ky vendim i rëndësishëm vjen pikërisht në kohën e duhur për juve të shenjës së britsapëve, sepse dini zgjidhni çështjet e punës, dini t'i rregulloni në farë mënyre, dhe kjo është një periudhë që vërtet ju jep mundësi, kohë për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Një nga momentet ose periudhët më delikate, në thojza, por dhe më idealet në çështjet madhore të stabilizimit dhe të kohës së duhur për gjërat që do të rregulloni dhe të stabilizoni juve njëherësh në ekonomi, njëherësh në vazhdimsinë tuaj, sepse prioriteti juaj është stabilizimi ekonomik e finansat. Prioriteti juaj është mënyra dhe mundësia që juve i keni në lidhje me vazhdimsinë e punës dhe të ndryshimit të madh që do të keni tani tutje. Ana, nëse flasim për dokumenta, dhe di që tretë, mirë është të rishikoj pak disa dokumenta që të lënë pas dore, do thosha unë, ose keni aplikuar dhe nuk ka ndodhur akoma. Unë me sa duket e keni mundësinë pikërisht këtë javë për të bërë zgjedhjen e duhur në ato çka juve prisni. Është në një kohë shumë e mirë dhe e përshtatshme, është një moment i duhur, do ta thosha unë, në lidhje me gjërat që do të keni dhe vazhdimsinë tuaj në anën e pozitivitetit të çështjeve planetare. Prandaj është një moment mjaft i mirë në ekonomi dhe në stabilizimet e tjera që do vinë tani tutje. Në çështjet që kanë të bëjnë me një takim të papritur, po është e mundur, po realizohet, se takimet e papritur gjithmonë janë të mira, sepse do lidhen me biznesin, por njëkohësisht edhe një blerje papritur më ndodhi që juve e prisni, e ndërroni dhe i bëhet realitet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku gjërat janë dhe mbeten shumë pozitive në anën tuaj, që do të thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve,
ujore duket se. Ujore dashur, unë do thosha 10 ditë që parë, është momenti më i mirë i mundshëm, është momenti pozitivitetit dhe i gjërave të mëdha që ndodhin në ekonomi, në vazhdimsi, sepse periudat ku keni dhe jeni juve, duket se ka të bëjnë shumë me anën e biznesit dhe të karrierës, ka të bëjnë shumë me ndryshimet të mëdha në financa, por kujdes ujor të dashur, sepse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve, se juve keni një të drejtë madhe, por kush ua di. Do t'ju duhet të bëni një blerje. Kjo blerje akoma nuk është gati nëse bëhet fjalë për blerje biznesi. Në blerje biznesi ujor të dashur, nëse keni mundësinë, bëni një studim tregu, sepse jeni gati të bërë një blerje të tillë. I keni buxhetin, keni mundësinë, i keni bërë të gjitha, por në lidhje me studimin, disa gjëra nuk janë siç ju kanë thënë. Është njësoj që një miku im vajte diku, se nuk dilte llogaria, edhe vajte për ta parë. Kishte shumë, thoshte që po, xhiroja vente 5 lek në ditë, kur mu më duan edhe 3 lek. Dhe kur i them që ti s'merr dot as ato 3 lek që të duhen në ditë, jo të marrësh 5. Dhe gabimisht e mori, por erdhi momenti që edhe me qira, sepse e bleu, nuk edhe të ta marrë me qira. E blevi dhe nuk mori dot 30%, që është diçka e rëndë në fakt, humbje. Se dakord, mund të quhet humbje, nuk quhet humbje për shembull e ke punu 3 vjet. Dhe ke nxjerr, ku diun, nuk mund të nxjerr fitim, por ke nxjerr lekët që ke dhënë. Por për një vit nuk mund quhet fitim. Dhe këtu është një problem shumë i madh që ndodh. Prandaj miqtë të ujorit, unë e them këtë e zgjata pak për një mirë arsye, se ujorit janë shenja ajri, janë të dashur, nuk duhen të prishin qef, dhe nuk e prishin qefin, dhe duhet që ata të jenë një mënyrë që të mos gjërat agravohen ose thonë një diçka që nuk është, por nga ndonjëherë prishin dhe ekuilibra të mëdha. Dhe do t'ju thosha që keni kujdes në këtë drejtim. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, peshorët dhe diçit tretë është perfektja, por dhe me luantët dhe diçit dytë është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë që ka kuptimin e vet brenda në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen, që këta janë peshqit. Peshë dashur, nëse keni mundësinë, keni kohën dhe doni që t'i zgjidhni gjërat në ku doni juve, edhe pse kjo periudhë është pak a shumë ndikuese në anën tuaj, por dita e hënë, dita e martë, dita e hënë, dita e mërkur, dita e shtunë dhe e diel, e hënë, e mërkur, e shtunë dhe e diel, janë ditë shumë të mira për sa përket biznesit, për sa përket karrierës dhe momenteve që do të keni tani tutje, është një kohë mjaft e mirë dhe pozitive në ato që doni të bëni, sepse gjërat do të ndikohen shumë këtë periudhë dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni, me vendimet historike për ekonominë. Por nëse doni të bëni lëvizje, për ju keni në diasporë për shembull dhe keni prisni disa dokumenta, keni marrë për arsyen tuaj. Atë unë ju them që kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë në dokumentacione, për pasur çfarë do të bëni. Si t'i zgjidhni gjëra, sepse mund t'i zgjidhni siç doni juve, dhe kjo është edhe një moment mjaft i mirë dhe mund ta them me bindje të plotë në anën tuaj, sepse keni 1000 mundësi për të zgjidhur këtë çështje. Por në anën tjetër, unë mund t'ju them që kjo periudhë është një periudhë thik me dy presa, sepse jemi në prag të muajit prill, dhe muaji prill është muaji i vështirësive dhe çështjeve ekonomike, që do të lidhet shumë me gjëra të mëdha që stabilizohen, gjëra të mëdha që
veprojnë në farë mënyre, por është në rang global dhe kjo do të ndikojë në anën tuaj. Meqense kur jemi me këmbë tokë, kur dim se çfarë do bëjmë, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim dhe e them që ka diçka mes asaj që është e bëshme, ka diçka mes asaj që juve i realizoni ashtu siç dëshironi dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me vendimet që do të merrni, në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme financiare, edhe pse i keni mundësitë në zgjidhje të problematikave të ndryshme. Por megjithatë, në njerëzit të rëndësishëm në anën tuaj lidhen edhe me bashkëpunime që do të keni në fushën e biznesit, është një diçka shumë pozitive, sidomos nga mesjava. Në çështje shpirtërore, lidhjet që keni pasur me probleme me peshore dhe me dëm të vitit parë, është koha e mirë për të stabilizuar dhe për të gjetur zgjidhje, kurse në çështjet ju keni në diasporë bashkim familjar, është me virgjëresh 10 ditit të parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, kësaj javë kaq të begat në fushën e vendimeve dhe të ndryshimeve të mëdha. Mos e lini pas dore dhe shfrytëzojeni në maksimum këtë javë datës 23 deri më 29 mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi dhe keni dam mendjen për të marrë parashikim të detajuar, të flasim direkt bashkë, astrologu.al, e shikoni, e klikoni, pastaj mund të flasim në detaje për gjithë çka juve intereson në WhatsApp, Viber apo në Skype. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni mesazh dhe si ta dërgoni mesazhin, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen çdo të mërkurë ora 20:00. Nga unë një rropulla, më të mirë një oraj.